Dikush mund të thosë i nderori hoq, nëse Allahu i madhruar është i mëshirshëm, atëherë pse na çon sprova dhe probleme? Mëshira është kur ja jep dikujt një të mirë dhe ja largon një të keqe. Shpesh na ka ndodhur që fëmijët tonë i kemi të smur dhe ti çojmë në spitale, edhe pse ato nuk kanë pasur dëshirë të shkojnë në këta vende. Mjeku ka shkruar për to medikamenta apo ilaçe, siç i themi ne. Për ju, prindi ja ka dhënë me zor të ilaçet, edhe pse fëmiu ka kundërshtuar, nga se në instancë të fundit prindi e ka pasur një qëllim ta shëndoshje fëmiun e tij. Ndërsa fëmiu këtë gjë si ka kuptuar dhe ka menduar se baba ose prindrit ose anëtarët e familjes i japin një gjë të pakuptim që nuk do t'ju bëjë dobi. Ndërsa prindi e ka ditur se përmes ilaçeve do ta shëroje, do ta kuroje fëmiun e tij të dashur. Gjithashtu, Allahu i madhruar e ka përdorur mëshirën e tij edhe ke pejgamberët e Zotit, edhe pse në fillim pejgamberët e Zotit nuk kanë qenë të vetëdijshëm për mëshirën që lëshon Allahu xhaleshanuhu mbi shpirtin e tyre. Ju e dini se Musa alayhi salatu wassalam në fillim jetoi në pallatin mbetror, ku të gjitha të mirat i posedonte. Por Allahu i madhruar e dinte se me këta të mira nuk mund ta krijojë misionin e tij si pejgamber. Dhe prandaj e detyroi Musain alayhi salam të shpërngulet në Medjen, ta krijojë punën e bariut. E vështirësi të tjera gjatë rrugës dhe gjatë qëndrimit në Medjen, me qëllim që të përgatitet për misionin e quajtur shpjegim i fjalëve të Allahu xhaleshanuhu te bani Israilet. Ky popull që ishte tepër i pamëshirshëm dhe në mënyrë të vazhdueshme i prishte premtimet e tyre. E Allahu xhaleshanuhu kur e përgatiti Musain alayhi salam në sajet të mëshirës së tij në popullin e Medjenit, atëherë përsëri e ktheu tek bani Israilet dhe e bani pejgamber. Sikur në fillim Musa alayhi salam, të nderuar besimtar, të dërgohej tek populli i Medjenit, nuk mund ta krinte misionin e tij ashtu siç dëshironte Zoti i madhruar.